Prokuroria themelore në Prizren ka kërkuar mas paraburgimi për 23 persona nga 109 sa u arrestuan të premten për manipulim votash të kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i gjykatës themelore të Prizrenit Marcel Lekaj bëri të ditur se deri në orën 16 u pranuan kërkesa për paraburgimin e 22 komisionerëve dhe të një vëzhguesi që dyshohen për 3 vepra penale. 7 nga ta janë të PDK-s, 5 nga vetëvendosje, 4 nga LDK, 4 nga AAK, 1 nga BD dhe 1 nga KDTP. Pra 21 të pandehur në cilësinë e komisionerit të dyshuar për veprën penale falsifikimi e rezultateve të votimit, 1 të pandehur komisionere për 2 vepra penale falsifikimi e rezultateve të votimit dhe marrja e rishfetit, dhe për 1 të pandehur në cilësinë e vëzhguesit për 2 vepra penale kanosja dhe dhënia e rishfetit. Përgatitjet për sjelljen e këtyre personave në seancë, gjykata i nisi më herët. Në oborrin e saj policia liroi terrenin. E brenda u caktuan 4 gjyqtar kujdestar për shkak të numrit të lartë të arrestuarve. I lartë është edhe numri i avokatëve që pritën jashtë oborrit të gjykatës për përfaqësim të klientëve të tyre. Furgoni i parë i policisë solli 8 persona. Ky është grupi i parë me të cilin nisi edhe seanca e përcaktuar për orën 14. Pas tij erdhën edhe disa grupe të tjera në 2 furgon të policisë me të cilët u mbajt seanca e dytë e caktuar për orën 15. Deri në fund të ditës u caktuan edhe 2 seanca të tjera. Zëdhënësi i gjykatës njoftoi se vendimet për 4 seancat e mbajtura do të përpilohen brenda afatit. Gjykata brenda afatit gjithashtu deri besoj në fund të ditës deri në përfundim të afatit do t'i përpilojnë edhe vendimet referuar kërkesave të prokurisë themelore në Prizren. Seancën e ka monitoruar edhe avokati i popullit, i cili ka kërkuar respektim të prezumimit të pafajësisë e edhe kujdes maksimal nga gjykata ndaj ruajtjes së integritetit të dyshuarve. Mendoj që është një prej rasteve të rënda që ka ndodhur në Kosovë, por që apelim është që edhe drejtësia duhet jetë e kujdesshme që asnjë person i pafajshëm të mos jetë pjesë e një procesi ku mund të dëmtohet dinjiteti i tij. Komisionerët në qendrën komunale të numërimit në Prizren i devijuan rreth 70.000 vota të kandidatëve për deputet. Gjatë numërimit të rezultateve i shtuan mbi 40.000 vota për disa kandidat e i hoqën mbi 27.000 vota nga disa të tjerë. Sipas prokurorisë së Prizrenit, kjo u bë në koordinim mes komisionerëve të partive më të mëdha politike. Përpasoi me urdhër të prokurorisë e me një aksion të policisë, të premten komisionerët e dyshuar për abuzim me vota u vunë nën pranga dhe u ndaluan për 48 orë.